Jemi sot në lust fushkrujes pa paralajmërim, sepse duam t'i bëjmë thirrje qeverisë që të reagojë. Nuk është zgjidhje çakulli, çakullin që kanë hedhur këtu ta majnë për vete. Kjo rrugë do asfalt edhe asfalt të standardeve europiane, bëhet fjalë mbi 25 cm asfalt që të mbaj kamionat e tonazhit të rënd. Sot edhe fëmijët kanë zgjedh për me u bashku baballarëve të tyre për mos me shku në shkollë, por për me dalë këtu dhe me protestu për një drejtë lishme. Është e drejtë e tyre për me kërku rrugën, sepse kputcët e tyre siç e shikoni janë me balë, vishen edhe mbathen shumë mirë nga nënat e tyre në shtëpia dhe dalin këtë lloj forme këtu. Dhe shikojmë se çfarë ndodh edhe për mungesën e një mbikalimi. Pra, jeta këtyre voglushve rrezikohet çdo ditë për me kalu nga njëra anë e rrugës për me hyp te shkolla sipër. Detyrohen prindrit, ata që kanë makina, sigurisht që t'i marrin t'i çojnë deri te dera e shkollës. Një mbikalim me konstruksion hekuri. Kjo është kërkesa e dytë. Kërkesa e parë sigurisht është çështja e rrugës. Rruga është kryesorja, gjithë makinat e tonazhit të rënd që kalojnë në Luz, mbi 2000 makina në ditë, sepse është një rrugë tregtare e fabrikave të çimentos, e fabrikave të ullët. 80% e biznesit të Shqipërisë, ato kullat që mbin në Tiranë e kanë burimin nga çimento këtu. Dhe shiko se si e kanë lënë rrugën. Pra nuk është zgjidhje, pas protestës tonë normalisht dolën hodhën çakull. Këtu duhet vetëm asfalt. Pa hedhë asfalt, këta banor nuk tërhiqen nga protesta. Hapi radhës, nëse ju shikoni sot bllokim rrugë pa lejen polici, do shikoni pastaj bllokimin e autostradës.